E rënë në Gjirokastër, 17 vjeçari dërgohet në spital pa shenja jete, për çfarë dyshohet. Ditën e djeshme, rreth orës 13:30, një ngjarje rënd ka ndodhur në Gjirokastër, ku një 17 vjeçar ka humbur jetën në mënyrë tragjike. Sipas informacioneve policore, rreth orës 13:30, familjarët e shtetasit VP 17 vjeç nga fshati Valare e kanë çuar atë pa shenja jete në spitalin rajonal të Gjirokastrës. Nga hetimet e para dyshohet se njeriu ka kryer aktin e vetëlimit duke u vetvarur në banesën e tij. Grupi hetimor është drejtuar menjëherë në vend ngjarje dhe po punon për të zbardhur rrethanat e ngjarjes.